Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Sot kemi disa tema shumë interesante dhe të rëndësishme, prandaj mos u mbasim fare kohë, nisim direkt me të parën. Je tipi që do një makinë familjare për punë, po dhe do që të zgjos gjithë lagjen çdo mëngjes, atëherë gjë këtë. Audi sapo nxori RS5-ën e re dhe e ka bërë me 630 kuaj fuqi, por edhe hibrida. Pra një makinë që ta bën rrugën pistë. RS-t e Audit gjithmonë duken sikur janë zënë me diçka në botë. Kjo e reja duket sikur është zënë dhe me peshorin, sepse peshon 2.3 ton. Do me thënë, ti ke 630 kuaj fuqi, por ke hyrë mbi një trup që nuk e di nëse është makinë sportive apo apartament 2+1 me bagazh. Dhe prap, Audi thot, mos u merr me detajet, shiko shpejtësinë. Ja faktet shpejt edhe qartë. Motori 2.9 litër V6 Twin Turbo, je 530 kuaj fuqi vetëm. Në një botë normale, kjo do mbyllej këtu, por ne nuk jetojmë në një botë normale. Shtohet dhe motori elektrik 130 kW dhe bateri 25.9 kWh. Dhe tani kemi 630 kuaj fuqi. 0 në 100 për 3.6 sekonda, pra e kap semaforin edhe kur është me dverët. Shpejtësia maksimale shkon deri në 285 km/h me paketën Sport. Dhe po, ecën dhe me motorin elektrik deri në 83 km. Tani, Audi RS që ecën pa zhurmë është si të shohësh një gangster që flet me zë të ulët. Ka dhe gjithë atë arsenalin e teknologjisë, quattro, diferencial e të tjerë. Pra makina mendon më shpejt se sa ti vendos nëse do sufllaqe apo hamburger. Tani të gjithë jemi në hall kur na bëjnë atë pyetjen, RS5 apo RS6, sepse kjo RS5 duket shumë agresive. Nga ato makina që edhe kur riparkuar të jep përshtypjen se po të gjykon. Top Tech në Top Albania Radio. Imagjino të zgjohesh një mëngjes dhe të kuptosh që puna jote është zëvendësuar nga një robot, që nuk do as rrogë, as pushime, as kafe te lokali. Ka dalë një skenar nga një grup analistësh, Citrini Research, që po bën xhiro online. Agjentët e AI-t, këto programe që bëjnë punën vet, si punonjës digital, mund të futen në ekonomi aq shpejt sa të na kthejnë tregun në një panajër paniku. Në këtë film imagjinar pritet që 2 vite më vonë papunësia të dyfishohet dhe bursa të bie më shumë se 1/3. Ideja është e thjeshtë dhe e frikshme. Kompanitë shohin që AI bën punë zyrash më lirë. Heqin njerëz nga puna, njerëzit blejnë më pak, kompanitë fitojnë më pak dhe për të kursyer, ato blejnë akoma më shumë AI. AI bëhet më i fortë dhe kështu me radhë. Një rreth vicioz, tamam sikur thua sot spi kafe dhe pastaj gjem veten në filxhanin e 4, duke debatuar me kamarierin për sheqerin. Deri dje i jepje një punë një kontraktori se ka njohje. Sot dele AI dhe thot, njohje ti kam unë me internetin. Punët që bëshin me ndërmjetës, oferta, tendera, emaile pa fund, tani imagjinoj të bëj një agent AI në sekonda. Në Shqipëri, kjo dhe ishte revolucion. Nuk ka më jo po ma çon në WhatsApp, jo po kështu jo po ashtu, sepse AI ta çon vet dhe lexon vet. A është parashikimi i sigurt? Jo, vetë Citrini e quan skenar, jo profeci. Por e keqja është që tingullon goxha e besueshme. Si ai shoku që thot kam për të pirë vetëm një birë, pastaj gjen në 3 natës duke kënduar me DJ-n. Top Tech në Top Albania Radio. Samsung sapo nxori S26 Ultrën dhe për herë të parë pas shumë vitesh, telefoni bëri diçka që nuk është thjesht kamera dhe 3% më e mirë. Ekran privatësie i integruar. Po, më në fund një risi që nuk i shërben vetëm marketingut, por edhe jetës reale. Sidomos atyre momenteve kur je në avion dhe dikush nga krau lexon mesazhet e tua me seriozitetin e një prokurori. Privacy display nuk është si ato cipat e xhamit e errta që i vendos sipër dhe pastaj u rend jetën se nuk e lexon dot as ti. Është funksion brenda ekranit, e ndez dhe e fik kur të duash. Sekreti, ekrani ka 2 shtresa pikselash, një që hedh dritën drejt teje dhe një që e shpërndan anash. Kur fiket pjesa anash, ty të duket normal sepse e sheh drejt, ndërsa nga këndi anash nuk e sheh fare. Samsung madje ka dhe një nivel më ekstrem për ata që duan privatësi si kasa fort banke. Dhe sepse është Samsung, mund ta personalizosh në 100 mënyra. Të sheh vetëm njoftimet, të ndizet vetë kur fut pine ose vetëm kur hap aplikacione të caktuara. Mund ta lidhësh dhe me rutina. Në shtëpi të fiket sapo del jashtë ndizet, si bodyguard digital.
Pjesa tjetër është një update i rregullt, pak më i hollë dhe më i lehtë, 7.9 mm dhe 214 gram, dhe kthehet tek alumini nga titaniumi. Kamera merr lente të reja dhe sigurisht vjen AI. Editime fotosh me rrezikun që albumi yt të kthehet në muze të AI Slop. Çmimi i njëjti, $1299. Me këtë ekran privatësia të paktën e di që kur po shpenzon, ai që ke anash nuk ta shet dot as shifrën. Top Tech në Top Albania Radio. SpaceX ka një qytet kompanie në Texas që quhet Starbase. Po, qytet kompanie. Është aq i ri sa ende nuk ka bërë një vjetorin, por ka arritur të ketë zjarfikës vullnetar, të merret vetëm me lejet e ndërtimit dhe kontrollin e kodit të zjarrit. Dhe tani po kërkon edhe gjykatën e vet. Po, gjykatë. Sepse kur raketa fluturojnë, dikush duhet të vendosë nëse faji është i gravitetit apo i pilotit. Sipas planit, të ngrihet një gjykatë bashkiake me gjyqtar me kohë të pjesshme, prokuror dhe sekretar gjykate. Dhe derisa të emërtojë gjyqtari i rregullt, kryetari i bashkisë do të jetë gjyqtar. Praktikisht mirë se erdhe në Starbase, kryetari pret shiritin, firmos lejen dhe të jep edhe vendimin. Pse gjithë ky nxitim? Sepse qyteti ka pasur mjaft probleme në 2025. Aty raportohen 420 thirrje për policin, 180 thirrje për zjarfikës, 140 për urgjencën, plus 353 aksidente në zonë. Dhe në autostradën kryesore Highway 4 kalojnë mbi 7.000 makina në ditë. Me pak fjalë, shumë trafik për një vend që ka më pak banorë se një pallat me ashensor të prishur. Fillimisht donin të merrnin patrullimin nga shefi i qarkut, por nuk u bë. Tani po krijojnë Starbase Police Department që mund të marrë rreth 6 muaj të ndërtohet. Burgun do e përdorin prap tek qarku, sepse edhe kur je qyteti i raketave, prap nuk ke dëshirë të ndërtosh një burg menjëherë. Dhe po, SpaceX pritet të rrisë lëshimet, do vi më shumë turizëm ndaj Starbase po sillet si qytet që thot. Nëse do bëjmë histori në hapësirë, të paktën të kemi edhe një proces verbal në tokë. Top Tech në Top Albania Radio. Mark Zuckerberg u ul në bankën e dëshmitarit të javë në Los Angeles, në një gjyq që po i trajton rrjetet sociale si çokoladë, të shijshme por mos i jep fëmijës të gjithë pakon. Gjyqi po kërkon të vendosë nëse aplikacionet e Metas krijojnë varësi dhe nëse janë të dëmshme për adoleshentët dhe fëmijët. Dhe këtu vjen pjesa jo dhe aq surprizë. Në sallë doli se edhe kur prindrit mbikëqyrnin, Meta ka pasur studime të brendshme që sugjerojnë se kjo nuk mjafton për të frenuar përdorimin kompulsiv. Pra me pak fjalë, kontrolli prindëror që nga si të vendosësh një shërit izolues mbi një rubinet që pikon. Avokatët e paditëses, një 20 vjeçare, e pyetën Zakun për një temë që Meta zakonisht e trajton me tonë yoga. A kishte Instagrami objektiva për të rritur kohën e përdorimit nga useri? Sepse publikisht dikur ishte thënë jo. Por në gjyq u shfaq një zinxhir emailësh i vitit 2015 ku Zaku fliste për të arritur kohën në aplikacion me 12%. Me stilin klasik, nuk është presion, është optimizim. Pastaj erdhën filtrat e bukurisë. Ekspertë të brendshëm të Metës kanë sugjeruar që për adoleshentët duhet të ndalohen, ndërsa dokumentet të tjera flisnin për fëmijë nën 13 vjeç në platformë. Një dokument i 2018-s thoshte se që në vitin 2015 kishte rreth 4 milion nën 13 vjeç me llogari në Instagram. Në atë moment, mosha minimale duket më shumë si këshill e butë se sa rregull. Zaku u mbrojt me argumentin verifikimi moshës është i vështirë dhe prodhuesit e telefonave si Apple dhe Google mund të ndihmojnë më shumë. Ndërkohë TikToku dhe Snapi janë marrë vesh jashtë gjyqit, ndërsa Meta dhe YouTube po e mbrojnë modelin e tyre si sukses. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Shpresoj që kem pëlqyer këto risi nga bota e teknologjisë dhe do dëgjohemi në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Mirupafshim.